Sqaruar gjitha pyetjet. U ezauruan gjitha. Tani, nëse do të bësh një përmbledhje mirë, nëse s'bën tani çfarë do të them? Jo pyetjet mbaruan. Po për mua. Me që i more për sipër, me na sqaru si me formim bujqësor që je. Po, jam me formim bujqësor, e kam bërë. Njeni që po s'po të them dakord në rregull. Neni për cilën citove, të futim mrena deri në fyt. Po. Sepse vetëm për foto. Po t'ishte ezaurus, tash me formim bujqësor, po këtë formim juridik. Është kështu? Në qoftë se neni 11 do të kishte qenë i mjaftueshëm, nuk do kishte pas nevojë për ndryshim neni pika 6. E neni 2. E problem neni 11, neni 2 pika 11, për pikën 6 s'kemi nevojë. Do të thotë, fakti që kanë sjellë pikën 6 me shënimin eloik, që nuk e kishe ke pika që lexove, pika 11, dakor? Do të thotë tu ka një problem. Shtojnë diçka. Me gjithë besimin që ke nuk e ke qeveria, ti ke Edi Rama. Unë po i bëj thirrje për gjejshmërinë state. Edhe te Edi Rama e kam besimin. Po pikërisht pa të them, jo ke qeveri. Po edhe te Edi Rama dhe te qeveria. Po shkëlqyer. Tash imagjino sikur mos jeti njëri i përgjegjshëm që i dhem veni, që nuk bën kur kompromis me oligarkët. Ha? Për të fituar një lek për vete, si Edi Rama, po ta zejmë se një ditë vjen Saliu. Dhe ka këtë instrument në dorë, që e vendos Këshilli i Ministrave, një njeri pa përgjegjshëm si Sali Berisha, mund ta ketë këtë instrument dorë, se dhe ndodhë më rëpsi se demokracia është kjo, lëvizin gjona. Sali u spyt për njerë që ato pyt për tokat bujqësare. Ta si po të them, bashkë me kolegun Gjiknuri, po kërkojmë sqarim ke gjëja. Dhe po themi... Jo, mos keni për të sqaruar kur gjë tani. Jo, orë dakord. Dakord. Ti merre mbyllë këtu, s'është problema ajo punë. Orë dakord, i fole sa duhesh ti, jepi. Tash ti po të them edhe një herë, nëse këtu do të kishim diskutime vetëm ajo se votën e ke. Pa bukuri. Se pyetshim dhe dy pyetje të tjera, ne nuk ishte problem. Urgjenca që ke, nervozizmi që tregon me mbyll këtu këtë punë, do të thotë ajo që ju thash parë. Po, flele për i fer. Jeni duke bodom. Jeni duke bodom, nuk na leni as të pyesim as sqarohemi. Po. Turp ju vi kush e voton pro? Turp, po, shumë mirë. Na e le turpin ne, e gjetët lepurin fer ju të tre sot në rregull. Tani kush është dakord të tërësi me projekt ligjin? Jo, riga abstenimit ti. Po le të jap shpjegimin. Se u keq kuptova edhe ti. 2 kundër, 1 abstenim me 3 e 3 6, 7 me 7 vota pro. Miratohet projekt ligji. Se me që kalojmë tek ky projekt ligj ti kaloj. Do ma japësh fjalën apo ti ke fare? Vetëm i fare. Ik ma. Ik. Meru me oert. I lutem tani se i dha shumë rëndësi kësaj gjoje. A ka mundësi tani mos më hallakatni shumë se jo po e ka shumë e qartë shkruajtur me thënë atë drejtën. Po jo bërse shkruajtur me kur të vija i ligji tjetër për energjinë fotovoltaike dhe eolike mund të bëni pyetje sa doni. Lutem me Damian tani kuriozitetin tani ai po thot me shpinë. Nuk do të jetë strukturë me bazament. Tani ju lutem, kush është dakord në parim me projekt ligjin? O Damian, të lutem. Kush është dakord në parim me projekt ligjin? Pro? Kundër? 3? Kundër? Edhe Damiani dhe Strazimiri dhe ky kundër? Tjertë pro. Miratohet në parim projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 92/44 dash 17/6/2004 për mbrojtjen e tokës bujqësore të ndryshuar. Kur të vim ke neni për katës, merreni fjalën. Lutem, kur ke neni për katës, kur të vim? Kamera ku e ke nenin 2. Që është e trajton këtë që po diskutojmë tani. Edhe këtu mund të t'i bëjmë pyetjet e gjitha. Neni 1 pro kundër 2 abstenim s'ka, miratohet. Neni 2. Ke neni 2, mundët të merrni dhe sqarimet që ju duan tani. Neni 2 ka këto shqetësime që kishit ju. Merre Damian fjalën edhe sqaro. Për logjik se tash. Për logjik dëgjova zotrin dhe me respektoj, por të paktën nga njohuri se tash çik marrin vesh nga kjo punë. Që të vësh një kull për wind farm dhe sot minimumi i prodhimit të një tauri është 6 mega, do të thotë është 100 metra lartë dhe nuk ka shans mos kesh i bazament mat betoni aty të strukturë metalike, se s'prodhohet më, nuk ka më mundësi post 5-6 mega, nuk ka më prodhim.
do të thotë që bëhet fjalë për kulla masive të eolikëve. Tash kjo është tjetër gjë, nëse do rri më mirë thoni, do rri raporti se duhet të sqarojnë vetë nga trut. Se vini për agrovoltaikë, kuptojnë agrovoltaiku. Agrovoltaiku është strukturë që ngrihet mbi tokë bujqësore, krijon dhe hije, e shpjegoi mirë zotëria. Kurse kur bëhet fjalë për këto kullat me elikat me fjalë me gjithë strukturën, bëhet fjalë që ato janë struktura bazë që do t'i ngulësh në toka bujqësore. A do ruhet ky raport ose pse keni fut këtu? Unë s'jam i qartë për vete. Për mua s'do të fut fare kjo eolike këtu. Se flitet për agrovoltaik, pastaj futet dhe eolike. Ngatrohen me termat dhe mendojnë se janë gjitha njësoj. Se ato kanë dhe rrugë shërbimi. Se si do të transportohen ato. Prandaj mendoj, nuk e di se kanë menduar ata që o kanë dhënë, t'ia sqarojnë më mirë. Unë kaq kisha për vete, s'jam i qartë. Po, them drejt. zoti ministër. Faleminderit, e kuptoj shqetësimin e deputetit. Sigurisht që i gjithë pjesa detajimit teknik të procesit do të jetë pjesë e një akti nënligjor i cili do të jetë pjesë e Këshillit Ministrave për të përcaktuar qartë se si do të zhvillohet i gjithë procesi në tërësi me qëllim që neve të kemi një përdorim sa më efektiv dhe të ruajmë sa më mirë tokën bujqësore. Kjo është për neve një element shumë i rëndësishëm. Faleminderit. Po, zoti Bylikbashi. Tani, ajo që dëgjova unë, zoti zëvendësministër, është e përmbysja e hierarkisë normës. Fillon me kushtetutën, me ligjin, aktin nënligjor që detajon ligjin, dhe më pas urdhra e aktet tjera të ministrit më radhë. Ju thoni që rregullat e rëndësishme do të jenë tek VKM-ja, ne vetëm këtu se hapim rrugën VKM-s. Ndërkohë që titulli i ligjit është që ta citoj sa për mbrojtjen e tokës bujqësore. Dhe është ligj. Nëse është ligj dhe ka për qëllim mbrojtjen e tokës bujqësore, është detyra jonë të vendosim barrierën edhe për Këshillin e Ministrave. Nuk ja lëm dot Këshillit të Ministrave i lindi sot në mëngjes dëshira dhe nuk ja çon koncertit 4 milionë 3, po ja çon bujqësisë. Ose e kundërta, ç'a mund të ketë kryeministri atë ditë mëngjes? Jo. Ligji vendos barrierën mbrojtëse. Për sa kohë flasim për mbrojtjen e tokës bujqësore. Për sa kohë bijem dakord që kemi pak tokë bujqësore dhe nuk do ketë tjetër. Pra Shqipërisë tjetër tokë bujqësore nuk i shton njëri. Mund t'i shtojnë në ajër me këto rrënjët në ajër ose në ujë, po tokë bujqësore jo. Kanë zënë pa fund ndërtimet pa leje, ndërtimet infrastrukturore, ndërtimet që janë bërë për investime të tjerë, aq pak tokë sa kemi ne, do zhvillohet Shqipëria pa diskutim, nuk do mbetet rurale. Por nga ana tjetër, toka bujqësore nuk kthehet më. Të gjithëve na kanë thënë që është një nga mjetet kryesore të prodhimit. Që në fillim fare kur kemi studiu në shkollë. Tani si mbrohet këtu? Kush është garancia që ky ligji më thotë që Këshilli i Ministrave nuk do bëjë ndonjë gjë që do na çudis. Pra çfarë ndalese ka për qeverinë këtu? Përveç se autorizim. Pra nisemi për shfrytëzim modern të teknikave bujqësore, teknologjive bujqësore dhe shkojmë dhe dëmtojmë me nën tjetër atë që është baza që një bujqësia shqiptare. Toka. Tani ky nuk është komisioni i përgjegjës. Por unë përshtroj edhe një herë, kush janë garancit që ligji që qëndron suprem mbi Këshillin e Ministrave vendos që Këshilli i Ministrave nuk e abuzon këtë gjë. Si do të garantohet që do të jetë me injektim, nuk do të jetë me trivelim, nuk do të jetë me hapje grope për të futur një strukturë betoni që do mbajë një kull 100 metra me super pesh, që do të thotë një sipërfaqe e caktuar që zhduket nga fondi i tokës. Për tani dhe në të ardhmen, dhe kjo kush na garanton që kjo nuk shkon deri në 40%, sa kohë është futur këtu? 40% e hektarit sot është tokë, 40% nesër s'do të jetë më.
Pra, çfarë pengon Këshillin e Ministrave këtu? Kush janë ato garanci që fotovoltaiku, sipër, ai 40% që është i tillë që 100% hektari do ta nxjerr nga loja, e bën në mënyrë të tillë që nuk ke çat mbjellësh poshtë. Dhe kur dalim nëse dhe po çat themi ligji e lejoi këtë, nuk ishte garanci shtesë. Po çat bëjmë në Këshillin e Ministrave kështu i dha rregullat. Pra roli jon si legjislator këtu në mbrojtje të ligjit të tokës. Me ligj, ne ç'a bëjmë? I japim karta bianca Këshillit të Ministrave, sepse është kryeministri më i fuqishëm se parlamenti. Apo mbrojmë interesin publik. Dhe me formulime të llojit të përgjithshëm, nesër themi e kanë fajin ata se ata e bën ligjin kështu. Po mirë, në cilin dokument parlamentar do të hyjë ai shpjegimi që do të jetë me injektim? Çfarë? Injektim zakonisht injekton ajri, pra fluidet. Ose betoni, ose çfarë do injektohet. Po masi të injektohet për të kriju strukturë do të mbetet atje ajo, po për ta hequr prej aty do ta shkatrojmë dhe sipërfaqen rrotull, po në cilin dokument parlamentar mbetet ai shpjegimi? A mund ta çojmë nesër diku ne përpara një gjykate apo një prokurori këtë shpjegim për të thënë shi se u bë gabim apo u bë keq? Pra kush janë garancitë që jep ligji? Gjithë kjo që po them unë është çfarë ligji keni sjell? Çelës tek porta mbrojtëse për kryeministrin apo mbrojtje për tokën bujqësore? Ju keni sjell Çelës për të hap portën. Faleminderit i nderuar deputet. Unë dua që në kryet herës të vendos disa prej elementve të cilët duhet akornizojnë diskutimin tonë. Flasim për një kategori toke, që është kategoria e 8 e tokës. Pra, nuk flasim për kategoritë e tjera të tokës. Pra, në momenti neve nuk mundemi të themi që kjo do të ndodhë me të gjithë tokën bujqësore, sepse ju nuk keni që në kryet e herës. Neve e kemi të përcaktuar qartë. Ky diskutim lidhet vetëm për fermat të cilat kanë një përdorim të përzier. Pra, edhe bujqësor, edhe të prodhimit të energjisë elektrike. Dhe në format e energjisë elektrike ekzistojnë disa prej tyre. Por ama duhet të themi që toka të cilën neve kemi vendosur në këtë grup të prodhimit të përzier, është toka e cila ka një bonitet të ullët, pra është kategoria e 8 e saj. Pra nuk flasim pra në qoftë se neve kemi 10 në përgjithësi, jemi në nivelin e skajshëm të sipërm përsa i përket nivelit të bonitetit. Pra ne nuk mund të themi që kjo po i hap rrugën ndryshimit të tokës bujqësore, por edhe në këtë kuadër duhet të keni parasysh se ekziston një raport që është super i përcaktuar qartë në legjislacionin ekzistues. 60% mbetet për prodhim bujqësor, 40% mbetet për prodhim energjetik, dhe unë ju thash disa herë këtë gjë. Pra, neve nuk mund të themi sot që kjo i hap rrugën ndryshimit dhe mosmbrojtjes të tokës. Jo, unë besoj se është më drejt që neve të përcaktojmë qartë se cilat janë elementët në të cilët neve mund të kemi ndërhyrje për të ndërtuar një kuadër të qartë të përdorimit të tokës bujqësore, se sa të themi që kjo gjëja mund bëhet dhe kështu. Në këtë kuadër neve kemi thënë qartë, flasim për një grup të caktuar fermash, të cilat kanë një sipërfaqe ose një bonitet toke në të cilat zhvillon që është i caktuar qartë dhe një përqindje midis aktivitetit bujqësor dhe aktivitetit jo bujqësor, i cili gjithashtu është i përcaktuar qartë dhe nuk është i përcaktuar qartë nga ky ligj. Është i përcaktuar qartë nga një legjislacion tjetër mbështetës. Faleminderit. Tani, një pyetje teknike, por për të bërë pyetjen e dytë, zoti zëvendësministër. Jo, një sekond. Po flasim për saktësi se më falni, edhe një herë, ju lutem. A mund ta keni vëmendjen? Po. Boniteti është nga 1 deri në 10 në mos gaboj apo jo? Fal. Tani boniteti më i lartë është më i mirë, po themi është 1 apo jo? Pra toka me bonitet 1 është toka më e mirë bujqësore.
E kështu me radhë. Tani, Këshilli i Ministrave përcaktoi, ju tha do të jetë me toka me bonitet ulët, që do thotë 8 e sipër, 8 deri në 10. 8 më shumë, se 10 ai bitjet më mal. Këshilli i Ministrave përcakton kriteret mbi përdorimin e tokës bujqësore për kryen aktivitetit e tjerë. Me radhë sipas përcaktimit të këtij neni në tokat bujqësore me bonitet deri në 8. Kur flasim deri në, fillon nga 1 shkon ke 8. Kush është saktësia e kritereve që po vendosni? Se vetëm saktësi nuk ka. Diapazoni që po jepni ju me këtë ligj është nga 1 deri tek 8. Me që folën për saktësi, për kritere, që duhen vënë kritere tu, për ndryshe bëjni se kush e di si bëhet. Pra nëse Këshilli i Ministrave e merr dhe interpreton, ma ka dhënë mua ligji i parlamentit, që deri në 8 mund të përcaktoj këto rregulla dhe fillon nga 1 e çon tek 8. Nga toka perfekte bujqësore, e kthen dhe 40% asaj në beton për fermat voltaike apo eolike. Si shpjegoj ty këtu? Po, zoti Guri. Unë po flas për atë garanci do t'japi ligji. Dhe kemi përmbytje të vendimit të Këshillit të Ministrave në raport me ligjin. Është më i rëndësishëm vendimi i Këshillit të Ministrave. Po, faleminderit. Ka tjera shpjegime për nenin 2? Nëse nuk ka, jo të lutëm. Jo, s'da mbaroj, s'ka më shpjegime tjera. Po çfarë ta thaje përgjigjen ai? S'ka përgjigje tjetër ai. Po e pyeta më, a ka përgjigje tjetër? Tha jo. Ka mundësi ti përgjigjen e interesit thotë të bashkë me fjalë, mbetet të shtuar. Po pra po, ta kam thënë, po. Atëre, unë po e lexoj nenin, siç e lexuat dhe ju. Këshilli i Ministrave përcakton kriteret për përdorimin e tokës bujqësore për kryen e aktivitetit agrofotovoltaik, sipas përcaktimeve të këtij neni. Dhe atij eolik në tokat bujqësore deri në 8. Pra, deri në 8, me bonitet deri në 8. Pra, i ra shkurt, pra, me bonitet deri në 8 është vetëm për eolik, ndjes, dhe jo për agrofotovoltaik. Këtë përgjigje ka, e ngjove. Po.